Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 363, perandori romak Julian vritet gjatë tërheqjes nga perandoria Sasanid. Generali Jovian shpallet perandor nga trupat në fushën e betejës. 1409, ndarje perëndimore. Kisha katolike romake ndahet më dysh kur Petros Pilargos bëhet Papa Aleksandër i V nga Këshilli i Pizës, paralel me Papa Gregorin e XII në Rom dhe Papa Benediktin e XII në Avignon. 1541, spanjolli Francisco Pizarro, eksploruesi dhe pushtuesi i Perus, vritet në Lima nga djali i shokut të tij dhe më vonë kundërshtar, Diego Almagro. Almagro i riu u kap dhe u ekzekutua më vonë. 1718, princi Aleksej Petrović i Rusis, biri i Pjetrit të Madh, ndoroi jetë në mënyrë misterioze, 2 ditë pasi Senati e kishte dënuar me vdekje për komplot kundër të atit. 1870, SBA, dita e Krishtlindjes, shpallet fest federale. 1906, mbahet eventi i parë i garave automobilistike, Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1906, i njohur zakonisht si Grand Prix i Francës. 1922 ndron jetë në moshën 73 vjeçare Alberti i parë. Alberti ishte princi i Monakos nga 10 shtatori 1889 deri në vdekjen e tij. 1924, mjekët francez Albert Calmet dhe Camille Guerin zbuluan vaksinën e tuberkulozit. 1945, përfaqësues të 50 vendeve u mblodhën në San Francisco të Kalifornisë për nënshkrimin e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Organizata e re zëvendësonte lidhjen e kombeve. 1948, aleatët perëndimor fillojnë transportin ajror në Berlin, pasi Bashkimi Sovjetik vendosi blokadën ndaj Berlinit perëndimor. 1953, Lavrenti Beria, kreu i policisë sekrete sovjetike, arrestohet nga Nikita Rushovi dhe anëtarët e tjerë të byros politike. Beria ishte shefi më kohë gjatë dhe më me ndikimi i shefave të policisë sekrete të Stalinit, gjatë dhe pas luftës së dytë botërore. 1959, boksieri suedez Ingemar Johansson bëhet kampion botror i boksit në peshë të rëndë, duke mposhtur amerikanin Floyd Patterson në knockout teknik pas 2 minutave dhe 3 sekondave në raundin e tretë në Yankee Stadium. 1963, presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy mbajti fjalimin e tij, Ich bin ein Berliner, duke theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Perëndimore. 1976, hapet CN Tower, struktura më e gjatë e ngritur e lirë nga toka. 1901, luftë 10 ditëshe. Ushtria popullore jugoslave fillon luftën në Sloveni, vetëm 2 ditë më parë Slovenia kishte shpallur pavarësinë. 1995, Hamad bin Khalifa Al Thani rrëzon nga pushteti baban e tij, Khalifa bin Hamad Al Thani, emirin e Katarit, në një grup shteti pa gjak. 2000, presidenti Clinton shpall përfundimin e fazës së parë të plotësimit të informatave gjenetike të njeriut, quhet ndryshe gjenomi që shpreh në formën e likës së dyfisht ose ADN. 2006, Republika e Malit të Zi bëhet anëtare 192 i Kombeve të Bashkuara.